Për hyrjen e Bashkimit Evropian në 2030, siguria juaj, në rast se Greqia na bllokon përsëri, qeveria Rama çfarë bën? Apo kush e pyet Greqin? Tani ti sa kohë ke qenë në Greqi? 30 vjet, pa dokumenta akoma. 30 vjet. Shqipen e flis ke mirë. Jashtë mas. Ti e mban mend atë shprehjen po të kishte halla. Ha? Tani po ç'është gjithë ky entuziazëm apo? Ç'është gjithë ky entuziazëm? Tani pse e them atë? Do me thënë, ne nuk mund nisemi nëse ky do bëj kështu, nëse ky do bëj ashtu. Unë di t'ju them këtë, që Bashkimi Evropian na ka caktuar bashkë me ne një kalendar për të bërë negociata. Kini parasysh që kalendar 3 vjeçar për negociatat nuk ka pas kur në njëherë asnjë vend. Gjithë kanë pas 7 vjet, 8 vjet, ju thash, Malizi ka që në 2012. Dhe në momentin që ne i mbarojmë negociatat, atëherë komisioni, që është qeveria, i çon të gjithë shteteve anëtare dhe Greqisë, do t'i çojë dokumentin që me Shqipërinë mbaruam, Shqipëria është gati, etj. etj. Dhe pastaj në të gjithë parlamentet e vendeve anëtare do votohet për të marrë Shqipërinë anëtare të Bashkimit Evropian. Në ndërkohë, dua t'ju them këtë. Ne me Greqinë patëm atë momentin e vështirë për shkakun e çështjes që ju dini, se s'dua t'i kthehem 1000 herë asaj çështje. Dhe sot ajo çështje që ka përcyer, ne jemi në marrëdhënie shumë pozitive. Duhet ta dini që me kryeministrin Mitsotakis edhe me qeverinë e tij ne jemi në një dialog të vazhdueshëm. Kemi bërë një përparim domethënës në drejtim të atyre çështjeve për të cilat kemi pasur dakordsi, për shembull tek ato çështje që lidhen me minoritetin. Dhe tek disa vendime që kemi marrë për t'i sankcionuar disa të drejta të minoritetit, si për shembull e drejta për të vetë deklaruar etj. Janë çështje të cilat duheshin zgjidhur dhe ne i kemi zgjidhur dhe është pozitive. Kemi patjetër në tavolinë nga ana jon kërkesën për të hequr përfundimisht ligjin e luftës, se është një absurditet. Ne jemi dy popull shumë të afërt, ne jemi dy vende aleate në NATO, në dokumentin ton politikës jashtme, Greqia është një partner strategjik bashkë me Turqinë dhe me Italinë, dhe ne jemi në gjendje lufte, sepse ka një ligj absurd këtu, që është ligji i luftës. Dhe insistimi ynë është që ky ligj duhet të hiqet. Dhe unë kam shumë besim që edhe kjo, edhe çfarë ka tjetër çështje të mbetura ku me thënë të drejtën, shumë shpesh është ngatruar politika padrejtësisht, shumë shpesh bufat e kënetave nacionaliste andej dhe këtej kanë bërë rrëmuja dhe kanë futur gjithë dynjan në sherr. Ne do t'ja dalim që të ngrihemi mbi gjithë këto këneta dhe në bashkëpunim të ngushtë me miqtan këtu në Athinë, do të bëjmë që mes Shqipërisë dhe Greqisë të hapet një epokë partneriteti strategjik, jo thjesht në kuptimin që kemi sot, por në kuptimin e një ndërthurje shumë më të fortë të gjitha punëve dhe të vetë njerëzve. Nuk ju thash dhe më vjen keq që më doli nga mendja megjithëse këtu e kishte shënuar që kemi filluar procesin e mësimit gjuhës shqipe me 50 mësuesit e parë për fëmijët. Do ta vazhdojmë, po ndërkohë, siç ju kam premtuar herën e parë ku kam ardhur, kemi fal një bashkëpunim me disa të rinj shumë të talentuar në teknologji, kemi gati një platformë që do ta prezantojmë besoj në javët e ardhshme, që është një aplikacion, njësoj siç është Facebooku, njësoj siç është Google-i, njësoj siç janë aplikacionet tjera aty të ato mrokullat që i kemi ne, që do të mund ta shkarkojnë të gjithë prindrit që kanë fëmijë të vegjël dhe
është një aplikacion për të mësuar gjuhën shqipe, duke mësuar historinë, duke mësuar personazhet. Dhe besoj që do të jetë një ndihmë shumë e madhe për prindrit. Nuk do zëvendësoj shkollën, klasat, por do jetë një ndihmë shumë e madhe. Dhe keni parasysh dhe gjë tjetër, me futjen në Bashkimin Evropian ka një program të dedikuar për klasat në gjuhën amtare të europianëve që jetojnë në vende të tjera. Kështu që edhe në këtë aspekt unë kam bindjen që futja në Bashkimin Evropian do të jetë një hapësirë e re për të bërë masivisht mësimin e gjuhës shqipe për fëmijët që prindrit duan t'ja u mësojnë gjuhën shqipe. Po edhe një pyetje të fundit aty të ajo vajza me të kuqe. Jo, të ajo vajza me të kuqe që është mes. Më kërkoj, po bra, po, eksakt, po, jepja mikrofonin. Po. Shiko, ti që je mbrapa vajzës, lëre vajzën të marri fjalën, se